Si mos ta murin këtu. Levo ke. Zonja dhe zotri, unë sot pata nderi. Unë jam e vetme në atë rësti dhe s'kam kaq emocione. Dhe na spionojnë në përfaqe se kush është në këtë protestë, na fotografojnë. Ej, jemi të gjithë. Të afër mitan në valizat e qytetit, në valizat e reja. Kur të gjithë po ikin. Lasti për të sanatoriumi që u prejnë të ato pëmë në universitet, për të u bajnë universitet. Kërkojnë ka me 2.000 lekshë dhe sot janë për kafe neve e pinë me jetët e një gjakun e mamave për t'jel atje. Një do të thotë shko në e punojnë që se që ne janë në parlamentin shqiptar të marrë një pension të marrë. Nuk janë nga ata frikacak, por në respektuar ligjit dhe gjitha në ambjentit e asaj drejtorie policie ka qenë dhe djalli i vogël jo për lënë në operacionin tempulli. Gjithashtu, mariketim se cili nga ne ata klientët që kanë 6 vjetë. Hoqëm nazizmin dhe fashizmin dhe u torturuam nga njerëzit tanë. Ishte liri motra dhe vlezër. Ishte një sklavëri e dytë. Se do të vi, do t'jetë kjo proteste madhe e qytetit që do nga fjellë lirin. Ti po gatite, se kërcet, përcet fortuna, po pungreuni. Talet kryeministri me neve, po ne nuk jemi popull që të talemi, ne jemi... E ka vjedhur me varfërinë të popull, duke i shpenë çanta me ushqime në matë. Se nuk janë të aftë, të punojnë, janë frikacak. Dhe kështu ditë në fundit që... Qare, që i ndrojnë portat, së në flotë në nga njësë, ju gjithë që jeni këtu, ju gjithë që jeni gjithë Shqipërinë, diaspora, ka shumë njerëz në shkollë, që ka shkojnë vojtëve të fëmijëve tuaj. Dhe një frikën, më ka qkeq se qemi nuk kanë shërabejë, nuk... Të birës dhe kënaskave, se ndryshe Korça do shtu. Në dërma të zhiko. E ty në gjuna qarë që gjenë lek në Shqipëri. Një muaj të tërë është vërtitur në Tiranë. Kontaktojnë dhe po
Të ndër palo. Te atin e tyre, edhe me principet që kanë, i rofshin me qepë, me qarë kishin, e qarë s'kishin, pse se duhet i marrin nga Rumani. Sepse muzika, letra shikimi, muzika të bënd të pavdekshës, legjendat. pasur i shtetë, të cilat të popull nuk ngrihet, pa ta me i përpara, prapë duhet rëkit, me presidenja shi, atje tyrë të toka më të mira. Nësaj të kohë këshin pushtuar, kaq kesh, nuk do nga këshin të kohë. Që nga dërmoshi, dherë në kondë gjithmonë theshte, kujdes, mo dini në bërrugë, kujdes të tosë dhe Amerikanë. Se në po fletë sot? Do të thotë që tranzicionit të së gjatur, urojmë që gjithë shka të shkojnë banë dhe Zoti përpara. Një duar trokitje i lutem, të një të shkojnë në bashkë dhe bashkë shkojnë në lojës të dheri në nivel personal dhe të kolektiv. Por ja që mes dita, faleminderit shumë që keni. Zotronë në Tiranë, që ka të bëjë me dorëheqjen e qeverisë, me dorëheqjen e kryeministrit. Dorë, hiqu, dorë, përvojash, ëndrash, shpresash, kapacitetesh, por gjithë bëjmë një grafike dhe asa maik, as berishaik, por 24 vjeç që kam qenë pjesë e këtij. Të gjithë, ne kemi shënuar disa emra që kanë shprehur tashmë kërkesën, por nëse aktuale. Më mirë vonë se kur, nesër më shumë dhe më mirë. Tashti si që të pastrojmë ndërgjegjen e rënduar. Kam nderin që ta lexoj komentin e tij. Nga një qytetar i unik, shumë i nderuar, që quhet Vasko Kor. Si mbi të gara për Shqipërinë, për kohën shqiptar, për forcën tonë. Lazion tha, ndoshta ne në vitet 90, pas kanë që ju pengon siluetën lindore të qytetit. Në gjatë vite me radhë, që të jetë e lidhë me ata që vërtet e kanë dashur kanë sakrifikuar veten e tyre. Për më dhënë qytetarët në lidhje me çfarë po ndodh në Shqipëri. Largimi i të rinjve, boshatisja e momenteve të vërteta. Elina Gjoka i thotë, Korça sot nuk është në ditën e saj statusit të shkëlqësisë së tij, i thotë zoti Jorgo Kaftirani. Shkëlqësia nuk janë në lexoj disa komente. Brama. Faleminderit. Në shumë se që i njëshëm, s'ka pse i qgardi. Zonja dhe zotrin, vjojmë me Nacionalist dhe Jemi të gjithë për të krijuar një të ardhme të re. Një të ardhme më të mirë që kjo do të na çojë drejt Bashkimit Evropian. Nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë, nesër më shumë. Të gjithë profesionistët, të dalin të gjithë njerëzit dinjitet. E dëgjuat lajmin për hormonet, për fëmijët që janë mbi 14 vjeç. Kush i merr këto vendime? Kush i thon këtyre të marrin këto vendime? Po ne për çfarë jemi këtu? Kemi vdekur ne që këta të na rëmbejnë fëmijët. Na kanë rëmbyer të ardhmen, na kanë rëmbyer të tashmen, na kanë rëmbyer të shkuar, na kanë rëmbyer gjithçka. Këtë gjë ne nuk e lejojmë. Gjithmonë pjesë e një teatri, ku njerëzit sepse në një vend ku diskutohen mbijetesa, doreqe, 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 doreqe. Prandaj kemi dancën e tyre, metallin e tyre, sepse nuk kryet të këtij shtetit edhe. Na kanë sfaritur, na kanë vjedhur. kam nderin që të ecim për gjatë bulevardit Republikës
Në mbari të protestës sonë, të bëjmë një marshim të Magellan, të mbajmë fjallën njësër bashkë qytetarësh. Djenë tonë komtare, që të mos në përkembemi si që kjo qeveri, të cilët donin si e si që Shqipëria dhe Shqiptarë përballë shpisët e Mistoglikën Meji, thoshi nga Perandoria Osmane. Atje me tutje është shtëpia e themë. Faleminderit. Që tërë këtë lejtë të grumbulluar, ta shdërojnë qurë, dori qurë. Dhe në nartë. E shojnë si dukuri në shumë kryojnë standarte dhe regula se si ben, kush i... Dhe besoj kryeministri dhe të gjithë Dori që kjo që po ndodh këtu më besoni kur Asi të lirin, edhe kjo gjithashtu e rëndësishme për të kuptuar. Kështu që të lirë edhe pa frikë, të gjithë referencat të huaja që të bëjnë. Në klasë fillore ne kemi studiuar Largoni! Të cilat të ndodhura përpara vështirësive ekonomike, shëndetësore, dëshmojmë se asnjë prej tyre ata të cilët ruhen për shkak të pozicionit punës familjarëve, ku pyetjet dhe përgjigjet janë dhënë shablon. Opozita jemi ne! Opozita jemi ne! Opozita jemi ne! Sa e sa shqiptar janë kupë nga i but, e njëjta raki është të gjithë buti. Dhe nesër më shumë, dalim dhe jemi të vendosur sepse vlerë, një Shqipëri të drejtë, të dinjitetshme, një Shqipëri me rinin, me atë rini, prindit e të cilëve, në vitet 90 të rrisni, që u bë bërthama, që kushtetutat e madje i kemi dhenë shumë kombit shqiptar. Të parë, tashmë jemi dëshmimtar që në Tiranë ka shpërthyer një frym shumë e Dhe revolucioni dhe çdo gjë do vi nga ne, se nuk do presim të na sjellin as të jashtmit, as BE-ja, se doli dje kryeministri tonë i nderuar dhe tha ka e diçka, se ushojnë protesta me fëmijë. Nesër më shumë! Do doja t'ju thoja dhe diçka. Është e bekuar Korça Lule që i la pasuk shokët dhe shoqet, duhet të themi në këtë rast, dhe si trimem mbi ballu sule ta paçim përjetua. Kjo është Korça jonë. Dhe ju besoj se e kuptonin, ndjehuni pak krenar sot, ja kalofshi mirë.
Falenderoja. Si e morën pushtetin, se si njeru bën me një palë dhe pastaj me palën tjetër. Këto i harruat besoj, sepse gjithmonë kështu funksionon. Ju dhe unë bashkë që kemi kujtesën aq të shkurtër sa nuk kemi nevojë as të merremi me polemika, as me politika dhe na duket e tepërt, nuk është mosha jon, nuk është për ne politika, jo për ne është politika. Ne vendosëm atë atje, ne zbojmë kur të duam dhe ai s'ka të drejtë të qëndrojë asnjë sekond kur populli nuk e do. Ky është populli që nuk e do. Falenderi shumë, nuk dua ta zgjat sepse jam entuziast dhe emocionuar jashtëmase për pjesëmarrjen tuaj. Vendosni ju dhe nesër, pas nesër dhe në vijim të bëhemi akoma dhe më shumë se sa sot. Ne do t'ja arrijmë qëllimit që të luluzojë Shqipëria, kaq. Që duhet të jetë patjetër në piedestal sepse është një djalë që ka vërtet vlera, por nuk i dihen sot sepse e vërteta është që antivlerat po na mundin. Unë jam një artist që mund Shqipëria jon, Shqipëria e vjetër i ka zbuar, prandaj jemi këtu për një Shqipëri të re. Një duartrokitje për trup pa kometër. Shqipëria nuk është në Shqipëri. Dhe sot po e dëshmoni ju. As ty as Berishës, duam vetëm lirin tonë. Kur fryze firi mera dhe shkëlqen këtë zemrën e zjartë. Fushësë në mëngjes kur jam plot me besë, do t'shkam te barba të qupësë, t'i presë, po nga gjitha do më farë, dua më shumë Shqipërinë, që të veja puna mbarë, edhe për jetë vërtetë Një intervistë dhe në popull më të meni ju si gazetar. E bravo. Nuk ka vetëm Shqipëri, as Iran, as Greqi. Nuk ka vetëm Shqipëri, as Shqipëri, as Iran, as Greqi. Nuk ka vetëm Shqipëri. A ju më përsipër, se për mos u djekur juve dhe këshin të rato qara ata. Raman Kur!